Arbana, desha për shikuesin të sqaroj diçka se më në fund mu dha një subjekt që është serios, se dërë tani jam marrë me këtu në ferm, jeta shpirtërore është jashtëzakonisht e vështirë, sepse se i cili ruan tjetrin se mos krijoj vazhdim të qëndrueshëm diku me cilin bën dhe protagonizëm. Unë për vete e kam djerë këtë, jashtëzakonisht shumë, deri në kërcënim të personave që shoqërohen me mua, pse rriti me atë, se do nominohesh, ose kush ka njët me atë, ka hikur. Pra, në ferm që të kesh një dashuri, nuk ka rëndësi thellësia, se ne, ajo që s'na bindë është thellësia, po të kesh një njeri që ta përqafosh, të kesh një njeri ku të mbështesësh kokën në gjoksin e tij ose në krahët e saj, është një pasuri e jashtëzakonshme. Dhe unë me gjithë ato është e jashtëzakonshme. Do me thonë, është ndoshta më i lehtë të marrin një njeri jashtë, sepse thua që kishte këtë problem karakteri ose kisha këtë mos përputhje, se sa të marrin një person që tashmë ke krijuar një afinitet për të mbajtur, për të zhvilluar, për të krijuar, për të përballuar gjithë konkurrencën, dhe befas ta diskutojnë ose e humbet. Dhe vanesës, edhe pse s'isha e bindur dhe s'jam që ajo është lidhje përjetshme, i thash, ktheu tek Indri. Kështu që duhet kuptuar rëndësia në këtë konkurim që është i tmerrshëm, më besoj që është i tmerrshëm, një luftë psikologjike pafund, ku çdo detaj, çdo fjalë që nxjerr nga goja ambalazhohet dhe bëhet produkt për prajm mundësisht, të kesh një njeri ku ti o zot të futesh në krahët e tij ose të saj, e të thush të paktën jam i mbrojtur ke ky person. Prandaj është pasuri shumë e madhe, ata që e kanë, ta mbajnë, si s'janë budallëk. Po fakti që pala kritikon palën, tregon që ata i din që kjo është një dashuri mbijetese, s'ka rëndësia është e përjetshme, është këtu, tani, dhe i rroft Olës që e ka Adin. Ashtu, keqe kisha disi unë, i hecja, qaltisja me të. Ka pa Fabin, e myton. I thash, më fal, Jaka, se ta Fabi. Jaka, i di që më tha, Moza thash e pa mundur, tha, do largohem, tha, do tretëm. I thash, shprehjen e zhvekut, shifemi në orën 6 mas lufte, i thash, se unë edhe vetëm mund të luftoj. Marrëdhëniet njerëzore aty brenda patjetër që janë rëndësishme dhe marrin një tjetër dimension. Sepse izolimi bën vetën gara. Është pasuri për ata që e kanë, edhe ta mbajnë. E di. Okej, do kthehem te Isha në lejnë dhe ne në i gjo. Tashi nuk e di Moza, pak kanë ngelur aty, pak kanë ngelur. Do bish në i gjo sonte, do bish në i gjo. Për momentin ka vetëm normal mamaqim, nuk kam asgjë. O Moza, ata sill mamaqin, vetëm mamaqin kam për momentin. Po i solle Ermali. I bëj një ftesë publike Ermalit, Angelit edhe Arminës. Të vinë të jetojnë një fundjavë me ne. Në fundjavë